Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Kosovën. Në këtë dokument kërkohet që dialogu me Serbinë të përmbyllet me një marrëveshje e gjithëpërfshirë se një marrëveshje ligjërisht komplikuese e bazuar në njohjen e ndërsjellët. Në të njëjtin dokument kërkohet edhe heqja e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Thuhet se Kosova i ka përmbushur kriteret për këtë. Autori draftit e eurodeputeti Riho Terras i ka quajtur këto masa të padrejta dhe të panevojshme që nga fillimi. Ne kërkojmë heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian. Ato kanë qenë të padrejta dhe të panevojshme që nga fillimi. BE-ja financon shumë projekte dhe programe të dizajnuara për të mbështetur agjendën evropiane në Kosovë. Kjo është arsyeja pse duhet të shfuqizojmë masat dhe ta lëmë Kosovën të përparojë me fondet që ofrojmë, tha Riho Terras, raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Rezoluta përshëndet aplikimin e Kosovës për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, mbështet anëtarësimin në Këshillin e Evropës dhe partneritetin për paqe të NATO-s. U bë thirrje 5 shteteve të BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta njohin pavarësinë e saj. Në dokument shprehet shqetësimi për situatën e sigurisë në veri të vendit, veçanërisht pas sulmit në Banjsk dhe incidentit në kanalin Iber-Lepens. Parlamenti shpreh keqardhjen që Serbia ende nuk i ka ndjekur penalisht autorët e sulmit terrorist në Banjsk, nuk i përfshir edhe Milan Radojčić. Paralelisht, Parlamenti Evropian ka miratuar edhe një rezolutë për Serbinë, ku Serbia kritikohet për lihet në rrësin për përpjekjet për destabilizim të rajonit të Ballkanit. Kërkohet që ndihma financiare për Serbinë të rishqyrtohet, nëse ajo vazhdon të bashkëpunojë me Rusinë. Deklarata udhëheqësve serb në lidhje me angazhimin e tyre formal ndaj integrimit evropian tingëllon vërtet jo bindës se, ndërsa po planifikohet një udhëtim në Moskë dhe marrëveshje të reja energjetike me Rusinë, këtë javë nuk ka në horizont forma të nevojshme që janë thelbësore për një rrugë të suksesshme evropiane. Në fund të ditës, anëtarësimi në Bashkimin Evropian është para se gjithash përgjegjësi e shtetit antar, jo një alibi për të shmangur përgjegjësinë e vet për problemet e vendit, tha Tonino Picula, raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian. Rezoluta kritikon edhe të ashtishueturën politik përkodelse të Komisionit Evropian ndaj Serbisë dhe i bën thirrje Komisionit që të flasë me një gjumë më të qartë ndaj Beogradit zyrtar.